Komisioni i përhershëm parlamentar hetimor për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të qytetarëve ka caktuar për nesër seancën për tragjedinë në Koçan, ku pritet që anëtarëve të komisionit t'u drejtohen edhe familjarët e viktimave të tragjedisë. Në parashtresën dërguar kuvendit, familjarët dhe të afërmit e viktimave kërkojnë drejtësi për të parandaluar viktima të tjera të korrupsionit. Në letrën e tyre ata i kanë adresuar kërkesat e tyre ndaj komisionit parlamentar, ku mes tjerash kërkojnë të ngrehet procedurë për shqyrtimin e këtij rasti si shkelje serioze të drejtave dhe lirive të njeriut. Ti thërrisni për t'i marrë në pyetje të gjitha institucionet relevante, funksionar dhe persona fizik të cilët kanë pasur kompetenca, apo ishin në një pozicion përgjegjes para, gjatë dhe pas ngjarjes tragjike. Të inicioni hetim themelor parlamentar përmes Komisionit të përhershëm parlamentar hetimor, me të cilin udhëhiqni, me qëllim që të zbulohen të gjitha mangësitë e sistemit dhe mbulimet eventuale, me theks të veçantë në rolin e korrupsionit. Të propozoni ndryshime urgjente në regulativën ligjore për punë të objekteve hotelierike, përfshirë edhe standarde të qarta të sigurisë, transparencë në dhënien e lejeve dhe përforcim i kontrollit ndaj organeve inspektuese. Dhe nëse vërtetoni se ka pasur shkelje masive të drejtave të njeriut në tragjedinë e Koçanit, të ngreni procedurë për përcaktimin e përgjegjësisë të funksionet publike. Nga Partia e Majta, lideri i së cilës është kryetari i Komisionit të përhershëm parlamentar për mbrojtjet e të drejtave dhe lirive të qytetarëve, u kanë bërë thirrje deputetëve të shumicës parlamentare dhe përfaqësuesve të ftuar të pushtetit që të marrin pjesë në seancë. Ata thanë se nesër është dita e vetme kur prindërit e viktimave mund të flasin nga foltoria e kuvendit. E Majta rikujtoi se 3 herë ka tentuar që të caktojë këtë seancë, por siç tha nga kjo parti, ajo është bllokuar nga shumica parlamentare. Bëjmë apel që nesër të mos përsëritet edhe një turp institucional. Seanca duhet të mbahet pa vonesa, pa justifikime boshe dhe pa kalkulime politike. Prindërit vinë për të thënë atë që shteti prej muajsh refuzon ta dëgjojë. Nga pushteti dhe drejtuesit e shtetit pritet të paktën të paraqiten dhe t'u hedhin një sy njerëzve që kërkojnë drejtësi, përgjegjësi dhe ndryshim. Çdo shmangje apo sabotim i ri do të ishte edhe një fyerje tjetër për familjet, por edhe për popullin, si dhe edhe një hap drejt ruajtjes së sistemit që lejon të përsërisë tragjedinë. Ndërkaq që dhe shumica parlamentare javën e kaluar ka formuar komision parlamentar për hetimin e tragjedive që kanë ndodhur viteve të fundit në vend, por ky komision ende nuk ka mbajtur seancë. Nga ana tjetër edhe LSDM-ja, BDI-ja dhe e Majta kishin dorëzuar në kuvend propozim për komision të posaçëm hetimor për rastin e Koçanit, por propozimi i tyre nuk mori votat e nevojshme në kuvend.